Pas rreshjeve intensive të ditëve të mëparshme, banesa e Nikolaj Cepës në fshatin Dhoksa të Gjirokastrës është dëmtuar rënd. Muret e shtëpisë janë çarë në disa zona, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme dhe duke e bërë atë të ndihet i pasigurt. Cepa tregon se çdo ditë situata përkeqësohet, ndërsa frika për të jetuar brenda banesës është rritur ndjeshëm. Është bërë që ka rënë të tëra gjërat, me dushe, me sahatin e atë që ullë korrendin njërën këto, ka rënë të tëra në qesh. Erdhi ai elektriku dje, hoqi stakoi korrendin, rregulloi ca gjëra dhe ja, të tëra këto u prishën radhën e parë, ja ku janë aty për jashtë frigorifere, të tëra ato u prishën. Se u bë masë edhe u prishën, një zora për jashtë, mora të reja. Zoti Cepa kërkon ndërhyrje urgjente të institucioneve përgjegjëse për të vlerësuar gjendjen e banesës dhe për të marrë masat e nevojshme, duke theksuar se situata po rrezikon seriozisht sigurinë e familjes së tij. Unë i fola këtij të komunës, dje erdhi këtu e pa nxori fotografi edhe pres në një përgjigje. Unë kërkoj ndihmë, në qoftë se ka mundësi, në bazë të ligjit, në rregullave njërin tjetër, nuk se unë ku të vetë tani unë dhe në këtë moshë që jam. Rasti Nikolaj Cepës është një prej dëmeve të raportuara pas rreshjeve në zonë, ndërsa ai pret që institucionet të vlerësojnë situatën dhe të ndërhyjnë aty ku është nevojshme.